Mirdita, mirdita. Sot si ditë e shtunë, kam dalë për të bërë dy hapa dhe gjeta dy gjëra të rëndësishme që nga zbulimet e fundit që janë bërë janë thelbësore për shëndetin e njeriut. Do t'i tregoj që të dyja janë afër mes njëra tjetrës. Kush e njeh se çfarë është kjo? Ky është gjëm i gomarit. Ky gjëm është tejet i rëndësishëm për njeriun. Por njëkohësisht edhe rozmarina. Tani do t'i tregoj dy gjëra të rëndësishme që duhet të dini. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që rozmarina është zbuluar kohët e fundit që rozmarina bën mirë për shëndetin. Bile rozmarina ndihmon trurin që të funksionojë më mirë. Është kundër Alzheimerit dhe kundër disa sëmundjeve tjera. Bile është vënë re që rozmarina, në qoftë se ti nuhat rozmarinën, është fantastike, sinqerisht. Fantastike. Thash, në qoftë se njeriu bën një kur duke thithur aromën e rozmarinës të paktën për 3 muaj, çdo ditë, zgjeron memorien 20%. Të paktën kështu thuhet, deri në 20%. Pra zgjeron memorien, mbani më mirë. Pra kjo ndodh jo prisni pak për çdo vit kjo, për në sezonin kur lindin lulet, pra nga sezoni marsi deri në fund të majit. Dhe tani jemi në maj, kështu që tani është aroma më e theksuar e rozmarinës. Ka dhe gjatë vitit, normal, por e vret i ftohti ose i nxehti. Kurse tani në këtë periudhë është fantastike. Dhe dua t'ju them që kemi bërë një material për këtë, ku kemi folur për një studim shkencor amerikan, ku kanë zbuluar që pikërisht rozmarina ndihmon jo vetëm, si ju thash, për kujtesën, sepse është me një fjalë njeriu rrit kujtesën, por është edhe kundër Alzheimerit. Po. Bile në këtë vend këtu unë shikoj gjëra të rëndësishme, pastaj do të flas edhe për gjembin, për gjembin, por unë ndërkohë këtë po e mbaj këtu, se më duhet. Po e mbaj kështu. Do na vrasin këtej. Dhe këtu kemi edhe fikun e detit. Si i thoni? I thoni fik deti apo jo? Po. Pastaj që ngërka dhe një sheg këtu, po s'ka sheg tani. Por fiku i detit tani ka filluar dhe lulzon, si që shihni. Kështu që do jetë gati shumë shpejt. Megjithatë, si që ju thash, këtu kemi rozmarinën, që ja u tregova dhe do t'i tregoj diçka tjetër. Këtu që është gjëmbi. Tani, pse është i rëndësishëm gjëmbi? Në radhë parë njerë ta këpusim. Okej, ja shikoni. Është e vështirë me një dorë, por do t'ja dalim. Ja një sekond. Po si kur ta lë këtu unë. Ja ta shikojmë nga këtu. Duket apo jo? Ola, duket. Dua t'ju tregoj së pari që gjëmbi është shumë i rëndësishëm për il fegato, si quhet, për mëlçin. Do t'ju tregoj një sekret. A e dini që në vendet arabe ku bimët mjekësore janë shumë më të përhapura se sa ilaçet, dhe aty shumë njerëz nga marbota shkojnë që marrin pikërisht këto lloj bimësh, pra përbërësit, sepse përpunojnë disa prej tyre,
por unë do t'ju tregoj për gjëmin e gomarit, po e pastroj ndërkohë. Duhet të dini që hahet kërciri i gomarit, i gjëmit gomarit. Nuk hahen fletët apo gjëmbat, kështu që do t'ju them tani, kjo është pak e fortë. Okej. Kur isha i vogël, haja shumë. Është tar pak. Atëre, gjëmi i gomarit, duhet të dini që farat e gjëmit të gomarit përdoren për pastrimin e mëlçisë. Dhe duhet të dini që është ilaçi natyror më efikas. Në qoftë se bën një kur me gjëm gomari, jo vetëm mëlçia, por edhe imuniteti i trupit rritet shumë. Që nga dhe një tjetër këtu. Ja, ku është. Këtu ka edhe salvia, si quhet në Shqip kjo? Si quhet në Shqip kjo? Salvia. A quhet salvia apo jo? Ky gjëmi i gomarit këtu. O, ky që nga fantastik. Ky që nga fantastik, do ta lë edhe një herë këtu. A duket mu? Po. Ky që nga akoma më i mirë, sepse nuk është i thatë, por është i njom. Dhe pa dyshim mes nesh ka edhe ekspert të këtyre gjërave, pra për sa i përket bimëve ose frutave ose këtyre gjërave alternative për trupin tonë. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj, por si që thash, gjëmi i gomarit është mjaft i rëndësishëm. Po ashtu edhe rozmarina. Unë nuk e të gjithën marrë vetëm lëngun. Sepse është tarë. Kjo pjesë është e mirë. Kjo po, kjo ishte e mirë, hëngra të gjithën. Tani. Edhe salvia. Kjo që ngërka salvia e egër, si quhet? Selvatika. Po rozmarina është jetë. Unë e përdor shumë rozmarinën, po kjo që ngërka vërtet shumë e freskët dhe e mirë. Pra, doja t'ju thoshja dy gjëra të rëndësishme. E bëra pak kështu këtë, një informacion që pa dyshim që kush është rastësisht, dhe t'i bëj live faqes njerë, kush është rastësisht, do t'i lutesha, nëse është e mundur nuk kushton asgjë, por kush është rastësisht, mendon tani po na diri çfarë po bën. E bëj qëllimisht ndonjëherë që t'ju nxis që të filloni të përdorin, sepse shkenca po shkon drejt këtyre, pra drejt studimeve alternative. Në këtë rast, për shembull, ku mund ta mendonte njeriu që pikërisht rozmarina të rris kujtesën e njeriut, madje edhe të eliminojë Alzheimerin. Kujt ja priste mendja. Pra, sot është zbuluar që vaji i rozmarinës është tepër i rëndësishëm. Dhe unë ju këshilloj, s'ka nevojë të bëni vaj, merrni çdo ditë rozmarin dhe bëni këtë. Për mendimin tim, do shikoni që do ndjeni më mirë. Okej? Kështu që
Kush është tu, si thash që nga ne që është ekspert dhe I njeh këto informacione, do t'i lutesh atë na jap më shumë informacione, sepse askush nuk është perfekt, dhe unë aq sa kam lexuar këtë di që gjemi gomarit është I mirë për mëlçin, dhe është antibiotiku më I mirë për mëlçin, pra e rregullon sistemin e mëlçisë në vend që të merrni ilaçe, dhe rozmarina për kujtesën dhe kundër Alzheimerit. Kështu që do dëshira ndonjë koment më shumë nga miqtan, kush është më shumë I informuar, dhe ju faleminderit gjithmonë që jemi për herë bashkë. Kalofshi bukur dhe rozmarin të ëmbël ose të mirë. Hajde, uroj një javë të këndshme.